Shoqata më e vjetër lokale që vepron në Zvicër është ajo humanitare e Servicës, e cila mbi një decenie ka veprimtari e cila lidhet kryekëput me ngjarjet e kontributet që kjo shoqatë ka dhënë për vendlindje në të gjitha këto vite. Një grup iniciatorësh nga fshati Servic përpara 10 vitesh do të themelonin shoqatën e tyre në Zvicër, e cila në objektiv kishte që të bashkonte banorët e fshatit Servic, të cilët jetonin në Zvicër me qëllimi fisnik, që të ndërtojnë një urë bashkëpunimi me bashkësinë lokale në vendlindje, nëpërmjet të cilës jo vetëm të ishin në kontakt me njëri tjetrin, por që bashkërisht të ndërmerrnin iniciativa për nevojat që kishte fshati. Kështu fal kësaj shoqate dhe bashkëpunimit perfekt që mërgata e banorëve të Servicës kishte me strukturat e bashkësisë lokale, fshati Servic shumë shpejt jo vetëm që do të kthehej në një nga vendbanimet më të rregulluara për nga infrastruktura, por ky fshat do të kthehej edhe në një shembull për të gjithë vendbanimet tjera se si duhet të ndihmohet vendindja, si duhet të ndërtohet ajo, si duhet të gjendemi pranë banorëve në nevojë, atyre pastre të tjerëve për shërime apo të rinjve që studiojnë për mbështetje financiare. Pra nisur nga këto motive, por dhe nga një kaluar e lavdishme me të cilën karakterizohet ky fshat, kryesia në bashkëpunim me kuvendin e shoqatës Servica në Zvicër vendosën që të ndërtojnë një dokumentar filmik mbi të kaluarën e tyre e përmbushur me shumë suksese, të cilat do të vlejnë si një mesazh i cili duhet të ndiqet edhe nga gjeneratat e reja. Dokumentar filmik i cili do të ngelet si një dëshmi mbi historinë e këtij fshati, pse jo edhe në arkivat e instituteve të ndryshme, përveç se këtë historik të shfaqur nëpërmjet dokumentarit, do të kenë si një pasuri të gjithë banorët e këtij fshati në bibliotekat e tyre personale, vepër me të cilën padyshim se do të krenohen pasardhësit e këtij fshati. Ajo gjenerat që kemi ardhur këtu nga vitet 80 deri në vitet 90, dhe them kemi qenë sakrifice atij sistemi që në një farë mënyrë edhe na ka largu nga vendlindja, që është shumë e rëndësishme, por e kemi pas një elan, e kemi pas një ide dhe e kemi pas një vullnet të pashtershëm për të punuar për të mirën e vendlindjes gjatë gjithë kohës. Kemi filluar aktivitetet zyrtarisht, këtu të njihemi në organet zvicrane si shoqatë. Kjo shoqatë nuk është personale, nuk është as e Dulit, as e këtij, as e atij. Kjo është të gjithëve, është për të mirën tonë. Vlen të theksohet se ky dokumentar filmik është i ndërtuar nga dora e një profesionisti, siç është regjizori ynë Qëndrim Riani, që me mjeshtrinë e tij ditën e shtunë më datë 4 shkurt në kineman e qytetit Ofretingen, do të përcjellë emocione nëpërmjet këtij filmi për të cilën është shfaqur një interesim shumë i madh për ta ndjekur jo vetëm nga mërgata e fshatit Servic, por dhe nga qytetarë tjerë me origjinë nga qyteti i Kërçovës.